Adhim. Të gjitha adhurimet dhe falënderimet tona i takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Atij për ulemi, atë e falënderojmë. Atij shtrihit dora për ndihmë, sepse vetëm ai meriton. Allahu i lartë madhruar dhe pa të meta. Shkojtë salavatet tona për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili na e tregoi imanin, na tregoi Kur'anin, i cili dallon të vërtetën nga shtremrat deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë. Vëllezër besimtarë dhe ju besimtare, e lut Zotin që inshallah këtë xhumë ta kemi të dobishme të gjithë. Përmendëm një ajet i cili bën fjalë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me cilin Allahu xhelle xhelalu i drejtohet dhe i thotë: ty të kemi pajis me morale të larta. Pra kur themi, apo kur thotë Allahu xhelle xhelalu që ka pajis pejgamberin e tij, çdo moral i lartë e atij është pjesë edhe e jona. Do ta përvetësojmë edhe ne. Pra, me të njëjtat morale do të ecim edhe ne. Pse? Sa ai ishte dritë për ne, udhëzues për ne, drejtues për ne, shembull për ne. Allahu xhelle xhelaluhu na thot në një ajet tjetër të Kuranit që ju në pejgamberin thot keni shembullin më të mirë për të marrë. Pra moralet e atij, sjellja e atij, adhurimet e atij janë të gjitha pjesë që ti marrim edhe ne. Dhe nëse veprojmë kështu, s'kemi rrugë tjetër vetëm se drejt xhenetit inshallah. Unë ja dy fjalë sot desha them për turpin. Turpi është diçka interesante në trupin e njeriut, në zemrën e njeriut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, turpi dhe imani, besimi hecin bashkë. Nuk ndahen. Edhe thot, po nda njoni hik dhe tjetri. Domethënë janë të pandashëm. Pra edhe besimtar me imani mirë, po pa turp, vështirë. Njoni tjetrit i preshin punë të madhe nëse hik e le vetë. Pra besimtari mirë, me iman, pa edhe me turp. Pra është një ndjenjë shumë e fuqishme, shumë e rëndësishme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çdo fe thot, në çdo besim ka të mira. Edhe e mira e gjithë besimit thot është turpi. Pra feja thot që vjen tek një njeri, vjen bashkë me turpin. Edhe turpi është pjesë e saj. Apo e gjithë feja. Tash e paka shumë e dini çdo të thot. Edhe ndahet në dy lloje, një turp është në mes njerëzve edhe vetes tate, dhe një turp tjetër është mes Allahut edhe vetes tate. Të dyja janë me rëndësi të madhe. Një hershëm Zoti mëshirov thot, nëse je nis me kry në i gjinof, dhe më thënë e ke da men, mos mu turpnu për i njerëzvet. Kthej herë kokën drejt qiellit. Turprohu prej Allahut xhelle xhelaluhu. Kthej herë, shif herë, ndalohu herë. Pra nëse ke mendu që ke njerëzit ma s'po turprohen, njerëz janë në këta. Po kthej herë kokën lartë. Tek Allahu xhelle xhelaluhu. Turpnohu prej melekëve të Zotit. Turprohu. Pse krejt janë ndjeni dhe duke të pa që të nisë me kërë i gjinaf. Krejt janë duke të pa. Edhe sikur asnjë me të pa, vetëm bindu që të shef Allahu xhelle xhelaluhu. Pse kur thamë që është pjesë e imanit, pjesë e besimit, atëherë duhet me pas kujdes. Mos më zhyt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nër fjalët
e pakta që ka ngelë në ato të hershmit, kur s'ke turp, bëj çka të dosh. Të merë. Dhe me thanë, e keni ngjodhe në popull, lene filanin, i ka plas cipa ati, ose fitore ati nuk ka më turp, e përdorin popull. Drejt e kanë. Tamam me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha, nëse s'ke turp, bëj çfarë dosh. Këta nuk janë shaka.